A keni vënë re ndonjëherë si disa produkte thjesht të kuptojnë, ndërsa të tjera duket sikur nuk kanë asnjë lidhje me ne? Po, nuk është magji dhe nuk është rastësi. Ka një manual të fshehtë dhe sot do ta zbërthejmë atë së bashku. Është ajo ndjesia apo jo? Kur gjen diçka dhe thua, wow, kjo është bërë fiks për mua. Por pastaj ka pafund produkte të tjera që thjesht nuk funksionojnë. Pyetja e madhe mbetet, çfarë bën në të vërtetë dallimin? Pra, ja kur është sekreti, nuk ka të bëjë fare me fatin, as pak. Ka një strategji të qartë, një manual me 3 hapa që besoni do t'ju bëjë të shihni produktet në një mënyrë krejt tjetër, le t'i futemi punës. Mirë, gjithçka fillon këtu, me pyetjen më themelore, dhe shumica kompanive këtu e nisin nga bim. Ata mundojnë t'i shesin një personi që nuk ekziston fare, klientit mesatar. Microsoft e mësoi këtë në kurizin e vet kur u përball me Linux. Klienti mesatar është thjesht një mit. Dhe ja çfarë bën genialët e Microsoft. Ata nuk thanë thjesht menaxher IT. Jo. Ata pan grupe, pan fise, mund të themi. Kishte ata që thjesht po eksperimentonin me Linux, kishte pasionantët e vërtet, dhe kishte ata që ndjeknin tregun. Kur i ndan kështu, e di saktësisht me kë po flet, dhe më e rëndësishmja, me kë nuk duhet humbasë shkohë. Okej, pra, ky procesi i gjetjes së këtyre fisave ka një emër zyrtar: segmentim. Ky është hapi i parë real në manualin ton dhe është absolutisht kyç. Dhe këtu bëhet gabimi klasik. Pothuajse të gjithë ngecin te demografia, mosha, gjinia, vendbanimi, gjëra të tilla. Por kjo është si të gjykosh një libër vetëm nga kopertina. Çelësi vërtet, sekreti është psikografia. Do me thonë, çfarë vlerësojnë këta njerëz, çfarë i shqetëson, pseja e tyre, aty fshihet gjithçka. Më kujton diçka, filmi The Breakfast Club, i mbani mend personazhet, sportisti, truri, rebeli, demografikisht shumë të ngjashëm, të gjithë adolescent nga e njëjta shtresë. Por a donin të njëjtat gjëra? As pak, botët e tyre të brendshme ishin planetë të ndryshëm. Ja, ky është dallimi. Pra, pse ka kaq shumë rëndësi e gjithë kjo? E thjesht. Nëse di që segmenti yt e dashuron teknologjinë e re, atëherë e di saktësisht çfarë duhet të bësh. Tu japësh inovacion. Por nëse di vetëm të ardhurat të tyre, çfarë të tregon kjo? Asgjë të vlefshme. Psikografia të jep psen e blerjes, dhe kjo pse është gjithçka. Mirë, i gjetëm grupet. Tani vjen pjesa që kërkon guxim, targetimi. Kjo s'është thjesht një zgjedhje, është një vendim. Do të thotë të thuash me zë të lartë, ne jemi për këtë grup, që automatikisht do të thotë dhe nuk jemi për tjerët. Një shembull perfekt? Dr. Pepper 10. Slogani i tyre ishte provokues, nuk është për gratë. Shumë do të thoshin çfarë? Po largoni gjysmën e botës, por ata po bënin diçka më të zgjuar. Po i thoshin targetit të tyre, burrave që donin një pije dietike pa të stigmën, hey, ne ju kuptojmë. Kjo është vetëm për ju. Lidhja që krijuan ishte tejet e fortë. Është si ajo që quhet analogjia e bojës lela. Imagjino ke një grup që do të kuqen dhe një grup që do bluan. Ti thua po bëj një bojë lela për t'i kënaqur të dy. E di çfarë ndodh për adhuruesit e së kuqes, ti je zgjedhja e dytë, për adhuruesit e blus, prap zgjedhja e dytë, dhe në fund të ditës ti je zgjedhja e dytë e të gjithëve do të thotë se nuk e zgjedhja e parë e askujt. Po mirë, si e bën këtë zgjedhje strategjike? Ka një mjet shumë të thjeshtë për këtë. Një lloj matrice, një hartë vlerash. Dhe për të parë sa e fuqishme është, le ta analizojmë se si Nintendo thjesht e përmbysi totalisht botën e videolojrave. Kjo ishte një lëvizje brillante nga Nintendo. Imagjinoni skenën. Xbox dhe PlayStation po bënin një luftë të përgjakshme për të njëjtin grup lojtarë të vërtet, duke garuar kush kishte grafikën më të mirë. Nintendo bëri një hap prapë dhe pa një oqean të tërë njerëzish që askush nuk po i shihte, jo lojtarët. Dhe për ta, ata ndërtuan Win. U përqendruan vetëm në një gjë, të ishte thjesht dhe super argëtuese. Dhe rezultati? Po shifrat janë kokforta. Brenda 2 vitesh, Wii jo vetëm konkuroi, por i la pas të 2 gjigantët. Shiti më shumë se Xbox, më shumë se PlayStation. Kjo pra është fuqia e të zgjedhurit të fushës së betejës. Okej, kemi gjetur grupin ton dhe kemi zgjedhur kë do targetojmë. Tani pyetja është, si ua komunikojmë këtë? Ktu hyn hapi i tretë dhe ndoshta më elegant, pozicionimi. Ky është arti i të treguarit të historisë tënde, qartë dhe bukur. A keni dëgjuar ndonjëherë shprehjen nëse ndërton një kurth miq më të mirë, bota do të gjejë rrugën? Po, është një gënjeshtër e bukur. Historia e biznesit është një varrezë e madhe produktesh fantastike që dështuan.
Pse? Sepse produkti më i mirë nuk fiton gjithmonë. Fitojnë ata me historinë më të mirë. Shikoni këtë kontrast. Volvo, çfarë ju vjen në mendje? Një fjalë, siguri. Prej dekadash, çdo gjë që bëjnë e komunikojnë rreth kësaj fjale. Tani, Tivo, një produkt revolucionar, vërtet, por çfarë komunikuan ata? Gjithçka, njerëzit u hutuan. Rezultati? Volvo është një marka ikon, Tivo, një kujtim i zbesht. Fuqia e thjeshtësisë. Dhe lajmi i mirë është se procesi për ta gjetur këtë mesazh është jashtëzakonisht i thjeshtë. 1. Bëj një listë me gjithçka që produkti yt bën mirë. 2. Zgjidh vetëm një gjë nga ajo listë. Po, e di, është e vështirë, por vetëm një. Dhe pastaj bëj 2 pyetje. A intereson kjo gjë targetit tim? Dhe a më dallon kjo nga konkurrentët? Nëse përgjigjja është po për të dyja, e keni gjetur. Mirë, tani le t'i bashkojmë të gjitha pikat, sepse segmentimi, targetimi dhe pozicionimi nuk janë thjesht hapa të ndarë. Janë si ingranazhet e një ore zvicrane, secili lëviz tjetrin për të krijuar një makinë marketingu që funksionon në mënyrë perfekte. Një shembull i përditshëm, shkoni te rafti i xhelit të dushit për meshkuj. Axe hyri në treg duke thënë, ne jemi kundër sapunit të vjetër dhe jemi për t'u bërë tërheqës. Pastaj vjen Nivea for Men dhe thot, ne jemi kundër Axe, ne jemi për meshkujt e pjekur. Dhe më pas, vjen Dove Men Plus Care dhe thot, ne jemi kundër të gjithëve, ne flasim për kujdesin ndaj lëkurës. Shikoni, i njëjti produkt, 3 pozicionime krejtësisht të ndryshme. Pra, si e mban të gjithë ekipin në të njëjtin linje? Ka një mjet final për këtë, deklarata e pozicionimit. Kujdes, kjo nuk është për reklama. Kjo është diçka e brendshme. Është busulla e kompanisë, fjalia që të gjithë, nga drejtori te praktikanti, e din përmendësh. Dhe ja si duket, është kaq e thjeshtë sa është geniale. Të detyron të përgjigjesh 3 pyetjeve thelbësore. Kush është klienti ynë? Cila është alternativa e tyre kryesore, pra konkurenca jon, dhe cila është ajo gjëja jon unike që na bën më të mirë. E gjithë strategjia distilohet në këtë fjali të vetme. Pra, ja një sfidë. Herën tjetër që shihni një reklam ose një produkt të ri në dyqan, ndaloni për një sekond. Provoni të gjeni manualin pas tij. Cilin grup po targetojnë? Kundër kujt po pozicionohen? Pasi filloni ta shihni botën me këtë sy, nuk ndaloni dot më. Filloni të shihni kodin, matricën pas çdo gjëje të suksesshme. Dhe të dish ta lexosh këtë kod është një lloj superfuqie.